Lidhur me shqetësimin e ngritur një ditë më parë nga mediat në Shkodër, por edhe reagimin as pak të drejtë të policisë së Shkodrës, e cila mohon të ketë pasur dhunë ndaj gazetarëve në aksionin për largimin e shitësve të Duanit në Shkodër, mediat e veriut të Shqipërisë, Star Plus Televizion, TV1 Channel, Televizioni Rozafa, Antena Nord Televizion, Televizioni Kopliku, distancohen nga deklaratat të tilla, duke kërkuar respektimin por edhe lejimin e ushtrimit pa cënime të profesionit të gazetarit në Shkodër, përveç se një justifikimi turpshëm nga ana e policisë, e cila mos së paku duhet të kërkonte ndjesë publike ndaj sjelljes së shefit komisariatit të policisë së Shkodrës, mohon që gazetari Senad Nikçiçi është dhënuar fizikisht apo edhe verbalisht nga një person i veshur me pushtet me policinë e Shkodrës. Mediat në Shkodër dënojnë këtë sjellje të shëmtuar dhe as pak dinjitoze për uniformën e policisë së shtetit, e cila duhet të ishte me drejtën, por kësaj here ka zgjedhur rrugën e gabuar. Mediat kanë reaguar në lidhje me incidentin në fjalë, pasi ky nuk është rasti i parë kur punojësit e medias nuk janë lejuar që të ushtrojnë detyrën e tyre dhe të gjendur përballë kësaj situate. Mediat e Shkodrës distancohen nga deklarata e policisë së Shkodrës dhe me një vendim unanim të gjitha mediave, dhe nëse nga ana e drejtuesve të policisë së Shkodrës nuk do të ketë një përmirësim të marrëdhënieve reciproke, atëherë mediat do të bojkotojnë të gjitha aktivitetet e policisë së Shkodrës në shej proteste ndaj mungesës së respektit treguar ndaj profesionit të gazetarit dhe në reagim të dhunës së ushtruar nga uniforma e policisë ndaj mediave në Shkodër.